أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hamdi, falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë, sunduesit absolut. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Dërsa salavatet dhe selamet më të përzemërta i dërgojmë mbi vullën e pejgamberisë, mbi edukatorin tonë suprem, mbi Muhammed Mustafan sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjitha ato të cilët e ndoqën, ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, Allahu fuqiplot e krijoi njeriu në formën më të bukur dhe më të përsosur, si dhe e bekoi me gjuhë për të komunikuar dhe me mendje për të logjikuar. Allahu fuqiplot në Kur'anin famëlar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa qulu lin-nasi husna, dhe njerëzve thuajuni fjalë të mira. Me këtë ajet kuranor, në qoftë se analizojmë, do të kuptojmë se Allahu fuqiplot ju drejtohet muslimanëve, besimtarëve, që t'ju flasin mirë të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh se a janë musliman apo jo musliman, a janë idhujtar, a janë ndonjë ras të ndryshme apo religjon të ndryshëm. Dhe ky është mesazhi që Allahu fuqiplot ka për besimtarët, duke i mësuar ato që të flasin fjalë të mira. Po ashtu i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salam na ka këshilluar duke na thënë: Men yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kushdo që beson Allahun fuqiplot dhe në ditën e gjykimit, ose të thot fjalë të mirë ose le të hesht. Nga hadithi i pejgamberit alayhi salam ne kuptojmë se fjala e mirë ka vlerë të madhe, po ndoshta ndonjëherë heshja është më e mirë se sa ndonjë fjalë e gabuar apo ndonjë fjalë e kotë. Kur'ani famëlart, Allahu fuqiplot në librin e tij, në Kur'anin famëlart, gjithmonë ka këshilluar që të flasin fjalë të mira, pa marrë parasysh se me të cilën kemi të bëjmë. Saqë Allahu fuqiplot kur e urdhëroi Musain alayhi salam bashkë me vëllaun e tij Harunin alayhi salam për të shkuar tek Firauni dhe ta thirrin atë në fen islame, edhe pse ishte një njeri tiran, edhe pse ishte një njeri që e kishte shpallur veten si Zot, Allahu fuqiplot i urdhëroi Musain alayhi salam dhe Harunin alayhi salam duke u thënë: Bismillahirrahmanirrahim, wa qula lahum qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dhe thuani atij fjalë të mira, ndonëse do të mendoj dhe ndonëse do të frikohet. Pra, edhe pse ishte një njeri zullumqar, Allahu fuqiplot përsëri e mësoi Musain alayhi salam dhe Harunin, vëllaun e tij, që të flasin fjalë të mira. Pejgamberi Allahut Muhammedi alayhi salam, e sidomos gjatë muajit të Ramazanit, na ka këshilluar që të kemi kujdes se çfarë flasim, të kemi kujdes se si komunikojmë me të tjerët, ku në hadithin e tij thot: Men lam yada qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Ai njeri i cili nuk e lë fjalën e rrem apo përgojimin apo veprat e këqija, Allahu fuqiplot nuk ka nevojë për urin apo për etjen e tij. Nga kjo nënkuptojmë se muslimani gjatë muajit të bekuar të Ramazanit duhet të jetë i kujdesshëm se si e kalon ditën në agjerim. Të ketë kujdes se çfarë fjalë njeriu të ketë kujdes se çfarë fjalësh flet. Dhe të jetë i kujdesshëm se si vepron me të tjerët. Ky është mesazhi i Kur'anit famëlar dhe
haditheve të pejgamberit alayhis salam. Ndonë se ne ndonjëherë mund të flasim ndonjë fjalë të mirë dhe ajo të jetë këshilluese për të tjerët dhe ajo t'i udhëzoj ato. Por ndoshta ndonjëherë mund të flasim ndonjë fjalë të pahishme, e cila do të mund të hidhroj dhe mund të vras ndonjë njeri. Sidomos gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, të kemi kujdes se si flasim, si komunikojmë me të tjerët, në qoftë se dëshirojmë të arrijmë shpërblimin e Allahu Gjeleshanuhu o Gjelle Gjilalu. Në fund, e lusim Allahun fuqiplot që të na bëjë prej atyre të cilët flasin fjalë të mira e posaçërisht gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. E lusim Allahun fuqiplot që të na bëjë prej atyre të cilët bëjnë vetëm vepra të mira me nijet të pastër dhe me sinqeritet të plot, dhe lusim Allahun fuqiplot që të na bashkojë me pejgamberin alayhis salam në xhenetet e tij. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.